me ndodh, po ja pra po ndodhen. Po, me Fail? Realisht meritokracia edhe në botë, domethënë nuk është aq problematike sa është në Kosovë, mendoj që fakti pse është në Kosovë që ka që theksuar edhe që ka problematike ka të bëj pak edhe me kulturën tonë. Unë e kum pa shpesh edhe te trit që gjithë qyrin me gjetë një rrugdalje më të lehtë, si për provime, si për punë të ndryshme, diploma të përgatitura. Pra, domethënë këshyrin gjithë the easy way që thonë edhe munohen me gjetë domethënë pjesë më të lehta se çu jetohet jeta, apo kjo të na çon që ti gjithë kime prit prej dikujt për me u puncu, kime prit prej institucioneve që për me ta gjetë një punë, edhe normal nëse ti nuk e njeh punën që dën me arrit, atëherë nuk vjen kërkush me të marrë me thonë hajde ti puno për mua. Sa i përket pra meritokracisë, po ka meritokraci në Kosovë edhe është me një nivel të shtuar, nuk më thonë veç për poste shtetërore, po kanë herë edhe në baza ditore, pra edhe në fakultete kemi favorizime të ndryshme të një studenti, kështu që këto probleme janë shumë thelbësore dhe shumicën e kohës njerëz që janë meritor demotivohen prej njerëzve të tillë, shkaku që ata në procese shkojnë së bashku. Për shembull, unë në fakultet e kam një kolege edhe ajo e ka dikon të njohshëm, po e marr si shembull, fiktiv, atëherë ajo e din sa kapacitet komune, unë e di sa kapacitet ka ajo. Atë kanë ndodhur? Nëse nesër mas nesër e shohën ato dikon shumë larg, edhe nuk ka të bëj me sa ka punu ajo ose ai, atëherë meritokracia nuk ka ekzistuar aty. E normal që unë demotivona në atë moment e kisha menu edhe me dal jashtë. Po. Në një rast fiktiv. A ke mendu ndonjëherë me dal jashtë? Për shkak të këtyre gjanave? Jo, definitivisht jo. Unë jam një ndër njerëz që pritin prej njerëzve të tjerë me ma qelë rrugën, munona që senet që i kam me i bo për veti, a është frustruese kjo puna kur e shet dikën që nashta nuk e ka nivelin për më u konë me një pikë caktume, është shumë frustruese, po nuk isha bën. Në fundit, ka njëherë kjo meritokracia, që është ajo thonja, tre dhe nuk le me kajt, unë e shoh kështu që sado që mundohet gjithë dikush e ka dikën, që mundet me ja kry një punë që nashta ty duhen vite me realizu. Po, është ky dështim sisteme